Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një aksidenti i rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor në Lushnjë Fier pranë fshatit Rrapës. Motomjeti godet këmbësorin 77 vjeçar, i cili humbi jetën. Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Lushnjë Fier në afërsi të fshatit Rrapës. Një motociklet që drejtoi nga shtetësi Aleksandër Hila, 57 vjeç, ka përplasur një kalimtar Hakim Maledhi, 77 vjeç. Të dy morën plagë të shumta dhe u transportuan me urgjencë në spitalin e Lushnjës, por fatkeqësisht Hakim Maledhi nuk u mbijetoi plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Drejtoria vendore e policisë Fier bën me dije se është arrestuar në flagrancë shtetësi AH, 57 vjeç, banues në fshatin Pirr. Sipas njoftimit zyrtar, 57 vjeçari po drejtonte një motomjet kur përplasi një këmbësor. Shtetasin HM, 77 vjeç, banues në fshatin Rrapës. I moshuari u transportua me urgjencë në spital, por për fat të keq nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit dhe po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Sa kaq, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje për dokumentimin e plot të saj. Hidhet sorteu pranveror për klientët e hipermarket në Metropol Center. Çmimi i madh ishte një Mercedes-Benz E-Class që u fitua nga një zonjë nga Lushnja. Rrjeti hipermarket gjithmonë i shpërblen klientët e tij. Me rastin e 10 vjetorit të themelimit të Metropol Center dhe hipermarket, u organizua sorteu pranveror për produktet e hipermarket në Metropol Center. Sorteu zhvillohet 2 herë në vit. 13 dhurata u shpërndan për klientët që kanë bler produkte në hipermarket si ekspres kafeje, tenxhere multikuker, mikroval, tostier, shtrydhëse frutash, sete tenxheresh dhe çmimi i madh Mercedes-Benz E-Class. I pranishëm gjatë sorteut ishte komisioni që siguroi transparencën dhe zhvillimin e rregullt të tij. Gjithashtu hedhja e sorteut u transmetua drejt për drejt në rrjetet sociale. Çmimin e madh e fitoi zonja Majlinda Malo nga qyteti i Lushnjës, e cila ishte prezent gjatë hedhjes së sorteut. Bileta fituese më fatlume për këtë sorteu është Majlinda Malo Lushnjë. Bileta është e saktë, tani shpresojmë që Majlinda ta përgjigjet. Majlinda ta gëzosh makinën. Po. Majlinda është fituese e makinës. Me rastin e 10 vjetorit të Metropol Center dhe hipermarket, ndryshe nga çdo vit tjetër, ne organizuam një sorteun e pranverës, ku shpërndam plot 13 dhurata dhe çmimi i madh ishte një makinë Mercedes-Benz E-Class. Fitues ishin të shumtë, jo vetëm nga Lushnja, por edhe nga rrethinat, nga Divjaka. Falenderojmë të gjithë klientët tanë që na besojnë dhe gjithashtu ne do mundohemi akoma si çdo herë tjetër të shpërblejmë në sortet e radhës. Faleminderit dhe shihemi në sorteun e madh të 11 korrikut. Majlinda, si u ndjeve që ishit fituesja e çmimit të madh të makinës? Unë ndjeva pa masë e gëzuar. Nuk e prisja të them drejtën, po kur më thanë që ke fituar, nuk di çfarë të them më pasaj. U gëzova shumë. Ju jeni një kliente shumë besnike e hipermarketit? Kur është hapur hipermarket, jemi klient shumë të rregull, besojmë në hipermarket, ka një staf shumë të mrekullueshëm, njerëz me vlera kur i thon. Edhe korrektësia është korrektësi, na pëlqen çdo gjë, nuk di çfarë të them shumë. Në fund shpërblehesh. Shpërblehesh, kjo është. Të blej sa më shumë, se në fund fare Zoti i shpërblen me diçka. Sorteu i radhës do të hidhet në muajin korrik. Blini lirë dhe jetoni më mirë me produktet hipermarket. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar ndjes në sy më sy pasi i quajti kundërshtarët e tij autik politik. S'është hera e parë që gaboj, tha Rama. Në sy më sy, kryeministri Rama e nisi komunikimin me ndjekësit në rrjetet sociale duke kërkuar falje dhe sqaroi termin e përdorur prej tij, autik politik. Sipas tij, autizmi politik është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, por Rama është i vetëdijshëm se mund të jetë keq kuptuar dhe të ketë lënduar prindër të fëmijëve autik. Gjithashtu, kryeministri theksoi se nuk njeh asnjë politikan tjetër që të ketë kërkuar ndjes. Gjuha e përdorur në këtë fushat nga kryeministri Edi Rama ka shkaktuar reagime të shumta në shoqërinë shqiptare. Pas kam thënë e pas kam bërë,
gjëra që askush nuk i bën. Po cilat janë këto? Çfarë kam thënë unë faktikisht? Unë akoma sot nuk e kuptoj se në cilën nga gjërat që unë kam thënë, kam bërë gjësendi tjetër përveç se kam komunikuar hapur me publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë, dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilin kam kërkuar ndjesë, kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik për gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po, dhe me shumë të drejtë, dhe këtë u desh të gaboja që ta mësoja, prej disa kohësh konsiderohet i papërshtatshëm. Dhe diku kishte mbetur në mendjen time, e doli padashje, krejt padashje, duke folur. Dhe patjetër që i gjendur në kushtet kur ndjeva se mund të kem lënduar prindër të fëmijëve autik, kërkova ndjesë shumë sinqerisht. Dhe patjetër që mund ta pretendoj këtë gjë, nuk është hera e parë që unë gaboj, kam bërë edhe në ndonjë rast tjetër atë që duhet bëj dikush që gabon, kam kërkuar ndjesë. Tani ma gjeni dot një tjetër udhëheqës politik shqiptar që ka kërkuar ndonjë ndjesë? Unë nuk e kam parasysh ndonjërin, edhe nuk di që ndonjëri të kërkuar ndjesë. Ndërkohë që kur vjen puna tek gjuha, si shpjegohet që këta njerëz të cilët çdo natë, çfarë nuk thonë? Çdo natë flasin me një gjuhë ekstreme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi dje nga Fieri se në 100 ditët e para do ta nxjerrë vendin nga varfëria ekstreme. Berisha prezantoi kandidatët demokrat për zgjedhjet e 11 majit në Fier. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dje prezantoi kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit në Fier. Berisha u bëri thirrje demokratëve të injorojnë akuzat e kryeministrit Rama dhe në javët që kanë mbetur për të bërë fushat të shpërndajnë programin e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju drejtua grave dhe vajzave me kërkesën që të mos mashtrohen nga batutat e Ramës. E thash dhe e them, ne do fillojmë nga dieteti njerëzor, po se lëndon asgjë më shumë dietetin, se sa skamja që detyron të numërosh kafshatën. Se lëndon asgjë më shumë shpirt e njeriu dhe dietetin, se sa sofra që s'lejon të ushqesh fëmijët e tu, se sa sofra që s'lejon të japish 3 vak të ushqim fëmijës tënd. Ndaj dhe kjo merr fund. Dhe jo vetëm kaq. Rrogat minimale do t'jenë brenda 3 muajve 100 ditë e para 500 euro. Asnjë rrogë me pak. Berisha hodhi akuza edhe ndaj drejtueses politike të Partisë Socialiste në Fier, Belinda Ballukut, duke thënë se mashtron për vota. Kam një lutje për nënat, gratë dhe motrat e Mallakastrës. Mendoni një moment. Këtë lubin që vjene sillet këtu, sigur t'ishte bodyguardi e Ramës, për t'u mashtruar ju, për t'marrë votat. A e dini ju të dashura, të nderuara zonja e zonjushe, se ajo, për të pastruar, për të lavashë makinës vetë, harxhon
me dokumenta, 10.000 euro, gjdo muaj. Nuk di, s'kisha dëgjuar kur, s'kam dëgjuar kur, që shpenzohen vetëm për lavazh bujor, 10.000 euro për BMW-n e saj. Po kjo tregon shumë, kjo tregon se këta njerëz, kë grup, për këta njerëz, për këtë grup ju nuk ekzistoni. Pensionisti nuk ekziston, qytetari nuk ekziston. I riu është për t'u flakur nga Shqipëria, sepse voton kundër tyre. Berisha u premtoi demokratëve të Fierit se në 100 ditët e para do ta nxjerrë vendin nga varfëria ekstreme. Nga Fieri, Berisha pati një paralajmërim edhe për investitorët strategjik, duke thënë se nëse prekin tokat e shqiptarëve, do të dënohen. Dita e tokës u festua pas ditën e djeshme në Karbunar me një panajir kulinar me gatimet e zonës dhe koncert të fëmijëve të qendrës kulturore të fëmijëve. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Dita e tokës, që ishte në 22 prill, u festua pas ditën e djeshme në Karbunar. Sot jemi këtu për të vlerësuar dhe për të sjellë vëmendje gjithë bukuritë e planetit tonë dhe për të reflektuar mbi përgjegjësitë të gjithë shoqërisë njerëzore dhe organizmave përkatëse ndaj saj. Dita e tokës na kujton rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit tonë. Të punojmë së bashku për të ndihmuar në ruajtjen e bukurisë dhe pasurinë që na ofron natyra jonë. Toka është shtëpia jonë e përbashkët, një dhuratë që na jep jetë çdo ditë. Ta duam, ta mbrojmë dhe ta ruajmë, jo vetëm sot por çdo ditë, sepse kujdesi për tokën është kujdesi për të ardhmen tonë. Bashkia Lushnjë ishte organizatorja e eventit për të dytin vit radhazi, duke e kthyer në një traditë të bukur për zonën. Morën pjesë kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, fermer, banor të zonës e të tjerë. Festa ndërturi koncertin nga fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve, me panajirin kulinar ku banorët dhe bizneset të ndryshme reklamuan gatimet tradicionale të zonës. Artistët e vegjël kënduan këngë për tokën, kërcyen valle popullore dhe kërcime aerobike. Ilirian Celibashi në deklaratën për mediat tha se mbi 20.000 flet votimi kanë bërritur në Shqipëri dhe rreth 155.000 zarfe kanë bërritur të zgjedhësit nga diaspora. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dha sot një deklaratë për mediat ku ju përgjigj pyetjeve për zgjedhjet e 11 majit. Celibashi foli për procesin e dërgimit të flet votimeve për shqiptarët në diaspor, ku sipas tij 154.770 zarfe janë shpërndar deri më tani drejt votuesve të regjistruar jashtë vendit. Deri në këto momente në KQZ kanë bërritur 19.025 zarfe, ndërsa deri në fund të ditës presim që kjo shifër të arrijë në rreth 22.000 flet votimi, tha Celibashi. Gati ka përfunduar procesi i rekrutimit të operatorëve të përdorimit të pajisjeve PEI, janë akoma pa mbuluar rreth 150 qendra votimi, akoma pa operator. Kemi numër kandidaturash edhe për këto qendra votimi, jemi në pritje të shqyrtimi, po shqyrtojmë këto kandidatura dhe besoj për punë ditësh, 2-3 ose deri në fund të kësaj jave, do të kemi informacion më të plot në lidhje dhe me këto qendra votimi. Por ajo çfarë është e rëndësishme të theksojmë është pikërisht procesi i trajnimit të operatorëve të pajisjeve të identifikimit elektronike të identifikimit. Sikurse mund të jeni njoftuar, kanë mbërritur fletët e votimit nga jashtë tashmë prej disa ditësh, janë duke u përgatitur së bashku me fletët e votimit dhe materialet e tjera zgjedhore për votimin brenda vendit në magazinat që kemi në Lundër. Mund të thuhet që përgjithsisht procesi i përgatitjes logjistike është duke shkuar sipas parashikimeve tona. Për sa i përket votimit nga jashtë, kemi përfunduar dorëzimin e zarfave për 100% të votuesve, të cilët janë regjistruar, pra për 245.935 zgjedhës. Jemi në procesin
e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, e kanë marrë fletën e votimit. Kanë britur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dim se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi i DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit të cilat janë kthyer mbrapsht, që përbëjnë 12.5% të fletëve të votimit të cilat janë dorëzuar deri tani. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.